Çdo njeriu do t'i paraqitet regjistri I punëve të tij. Do ta marrë dhe do ta ketë në dorën e tij dhe do t'i thuhet lexo librin e veprave të tua dhe bëj vetë llogarit. Thot Allahu, atë ditë njeriu ik prej vëllaut edhe prej motrës. Atë ditë njeriu ik edhe prej nënës edhe prej babës. Dalën njerëzit prej toke, të zhveshur, të zbathur, pa bënë sunet. Ata që si ka rastësisht dhe Allahut Azza wa Jall në dunja kanë me qëndru para Allahut në kom 50.000 vjet. Dita e Kiametit për besimtarët është kozgjatje e asaj dite për besimtarin është sana mes kohës së drekës dhe namazit e kindit. Vërtet, nga momentet interesante, momentet karakteristike të cilat I ka krijuar Allahu dhe I ka caktuar Allahu Teala në librin e tij fisnik, është edhe një moment shumë interesant pas ringjalljes. Është momenti I mahsherit, është momenti I tubimit dhe grumbullimit të njerëzve në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar. Momenti ku nuk I bjen mendja askujt për askën dhe gjithë secili sheh veten e tij, sepse nuk është e lehtë që të përballesh me vërtetësinë e qiejve dhe banorët e qiellit. Nuk është e lehtë përballesh me xhenetin, ta shohësh me sy, dhe nuk është e lehtë që të përjetosh vërsuljen që do t'i bëj zjarri I xhehenemit tokës së mahsherit. Aisha radiallahu anha thot, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ngjallën njerëzit në ditën e gjykimit. Dalën njerëzit prej toke, të zhveshur, të zbathur, pa bënë sunet. Aisha radiallahu anha, kur ndëgjon këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njerëzit kështu dhe kështu kanë marrë ngjallë, thot ja Rasulullah, burrat dhe gratë krejt bashk në një vend me këqyrë njani tjetrin një vend më të bu, pejgamberi përgjigjet sallallahu alaihi wasallam, ojo Aisha, çashtu është shfasot po qashtu është, po ndryshon çështja në herët. Ojo Aisha, sikleti, vështërsia, mundi, në ditën e Kiametit është më I madh, është gjendja më të mërshme. Njerëzit kanë siklet më të madh, kanë gajle më të mëdha, se sa që I bjen men me këqyr njani tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e përshkruajt këtë ditë të mahsherit dhe thot do të afrohet dielli në ditën e Kiametit të krijesat. Derisa të afrohet dielli mil, thot Miqdad, mil, thot sahabiu thot nuk e di a është shkopi me të cilën I lind gratë syt, me syrme apo me kohel, a është mil për qëllim, apo është mil 1700 metra paraforësisht. Do të afrohet dielli, edhe sahabja thot nuk e di çka është për qëllim mil. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, thot që ditën e Kiametit me ngjëmbëjt do të ringjallen sikurse grimca, bubrec I vogël. Do thot shumë të vogli në pamje fizionomi të njerëzit. Dhe thot ata do t'i përfshije poshtrimi nga çdo anë, edhe ata do të mirën, do të çohen me një burg të xhenemit I quajtur Boris. Kumbita është zjarri I xhenemlinjve, edhe atyre do t'ju jepet me pi lëngun e shtridhur nga banorët e xhenemit. Çdo njeriu do t'i paraqitet regjistri I punëve të tij. Do ta marrë dhe do ta ketë në dorën e tij dhe do t'i thuhet lexo librin e veprave të tua dhe bëj vetë llogarit. Mjaftohesh me faktin që je vetë llogaritari. Ata njerëz të cilët nuk kanë qëndru në këmbë në këtë dunjë përpara Allahut Azza wa Jall në namaz, kanë me qëndru në djersa 50.000 vjet. Ata që si ka rastësisht dhe Allahut Azza wa Jall në dunja kanë me qëndru para Allahut në këmbë 50.000 vjet. Ai I cili se ka agjeru Ramazanin në kohët e nxehta ku ka thonë se shumë nxehtë nuk agjerohet, se n'ka bo sabër prej një sak dhe deri në akşam qëndron përpara Allahut Azza wa Jall 50.000 vjet, pa hang, pa pi, dhe diellin e ka për mi kri. Thot Allahu, atë ditë njeriu ik prej vëllaut edhe prej motrës. Atë ditë njeriu ik edhe prej nënës edhe prej babës. Atë ditë njeriu ik edhe prej të dashurës, bashkëshortës, gruas zemrës që e ka pas. Besimtar ditën e Kiametit do të ringjallen me fytyra të bardha.
Allah Zogjel thot, kurse ato ftyra që do të zbardhen e do të shkëlqejnë, do të qenë në mëshirën e Allahut dhe do të qenë në xhenetin e Allahut përgjithmonë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dita e Kiametit për besimtarët është kozgjatje e asaj dite për besimtarin është sa në mes kohës së drekës dhe namazit e kindis. Do thot prej drek deri në kindis, sa është koha, aq për besimtarin do të jetë kozgjatja e ditës së Kiametit. Edhe pse realisht ajo është 50.000 vite qëndrim në këmbë, pa ushim, pa pije, pa asgjë. Ata do të pinë në mahsher nga haudi i pejgamberit Allahut, nga bazenti i pejgamberit Allahut azhajal. Thot pejgamberi Allahut azhajal, thot se haudi im është i madh sa me hec një muaj në këmbë dhe është i gjerë njëjtë sa një muaj të hecish në këmbë. Uji i tij është më i bardhë se sa qumshti. Era e tij është më e mirë se sa misku. Enat e tij janë sikur se yjet e qiellit. Kush pi nga ai nuk ka nevojë më për ujë, nuk do të etet më.